Të nderuar shikues të Klan Kosovës, përshëndetje. Mirë se po takohemi në emisionin EduMedia, që i dedikohet specifikisht edukimit medial. Ky emision përkrahet nga OSBE derisa transmetohet këtu në Klan Kosova. Në fakt, bashkëpunimi i OSBE-s me Klanin nuk është aq i ri sa përdorimi i inteligjencës artificiale në gazetari. Pikërisht për këtë fushë kemi vendosur të flasim me një panel. Unë pranë vetës këtu në studio e kam Teuta Saaqia, që është ambasadore e grave në teknologji. Nderuar, faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit për dhe Alban Zeneli, që është profesor në Departamentin e Gazetarisë. Profesor, faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën. Nderuar, nëse mund të na tregoni si e keni pa përdorimin e inteligjencës artificiale dhe sa keni mujt me vrejt përdorimin e saj në gazetari, specifikisht në përmbajtje mediatike. Shqoni, inteligenca artificiale si nocion nuk është diçka e re. Ajo herën e parë është përmend në Dartmouth në 1957. Po nuk ka pasë ndonjë shpërthim të madh për shkak se inteligjenca artificiale kërkon infrastrukturë të fuqishme të kompjuterit, të internetit, edhe kërkon bazë tepër të madhe të shënimeve që është furnizues i vendimeve në të cilat merr inteligjenca artificiale. Dhe kur të flasim për inteligjencën artificiale si inxhiniere, si master i elektronikës, shkencave kompjuterike, dhe sfundi kom krye edhe programe në Luksemburg pikrisht për inteligjencën artificiale, mendoj që kjo tash ka marrë edhe një dimenzion tjetër. Duke pas parasysh madhësinë e big data që ekziston sot, duke pas parasysh fuqinë e kompjuterave, inteligjenca artificiale sot është pjesë e çdo fushë. Në fakt, për gazetari, ndoshta mendojmë që tash ka nisë të ketë efekt, por në fakt lajmet të cilat mund të parashiqohen, çfarë janë lojrat e futbollit e tjera, apo moti edhe gjëra tjera, në fakt bukur një kohë janë duke u punuar prej inteligjencës artificiale. Po mendoj që kjo fush është fush e cila ka të bëjë me përdorimin pa ndonjë efekt të njerëzit apo të influenca sociale të cilën inteligjenca artificiale e bën. Dhe sidomos me daljen e ChatGPT-s edhe veglave tjera, ky ndikim është fuqizu jashtëzakonisht shumë, është fuqizu në përdorimin e mirë apo të keq në gazetari, në siguri kibernetike edhe në fusha tjera. Prandaj mendoj që gazetarët duhet të pajisen me aftësi, me dije sa i përket inteligjencës artificiale dhe të jenë në gjendje edhe ta përdorin për të mirë ato, po të jenë në gjendje edhe të analizojnë lajmet të cilat janë të fabrikuara, lajmet të cilat mund të kenë influencë jo të mirë nga inteligjenca artificiale. Po, profesora, mund të themi që inteligjenca artificiale është një rrezik apo mundësi e mirë për gazetarët? Fillimisht, ndoshta më bëhet qartë pozicionin tim për sa i përket emrit inteligjencë artificiale, para sa me filluam me diskutu, unë mendoj që është vetëm emri tregtar i një produkti softverik i cili është programimi një niveli tjetër, por AI është termi që përdoret në kuptimin tregtar dhe imazhin tregtar të këtij produkti. Esencialisht, mundësitë që sot i jep teknologjia ose çaja që na po e quajmë inteligjencë artificiale ka ndikuar në gazetari në dy pikpamje. Në pikpamjen e parë ka ndikuar në funksionet e gazetarisë, pra në lehtësimin e disa prej detyrave gazetareske, edhe jo vetëm gazetareske tipike, po edhe brenda produksionit të televizioneve, radiove tjera, po ka ndikuar edhe nga pikpamja e keq funksioneve ose nga pikpamja e përhapjes së dezinformatave për shkak të lehtësisë me anë të cilës kushdo që ka një qasje në internet dhe një pajisje me anë të cilës mund me operu, mund me gjeneru content përmbajtje i cili ngjason lajmit, i ngjason produkteve gazetareske, po që nuk e ka qëllimin gazetar të informimit edhe të raportimit të vërtetës. Nga kjo pikpamje, nëse shohim para një viti, shoqata e gazetarëve evropian ka adaptu kodin e vet etik edhe ka përfshi mënyrën se si duhet përdoret pikpamje etike, ajo që sot përnjihet si inteligjencë artificiale.
Në këtë linjë, pastaj ka shku edhe autoriteti vetë reguluesi mediave në Kosovë, Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës, i cili para 2 muajve, në fakt as 2 muaj plot nuk i ka bo një ndryshim të kodit etik, duke shtu një nën që i dedikohet tërësisht AI-t edhe përdorimit të saj nga gazetari. Nga pikpamja e përdorimit pra jo të keq funksioneve, po të funksioneve nga këto dokumente që i përmendu ma herët, lejohet përdorimi i inteligencës artificiale edhe për të gjeneru, edhe për të përzgjedh, edhe për të shpërnda informacion, për gjithmonë në mbikëqyrjen njerëzore të profesionistëve të gazetarisë. Kodi etik i KMSHK-s në nenin cilin e ka përfshi inteligencën artificiale, e ka botë qartë që kjo nuk e shmang përgjithësinë e mediumit edhe nëse që ajo përmbajtje gjenerohet prej AI-t e transmitohet në një kanal caktuar të një mediumi. Për te i saj, ka bothirje që të përdorët kur nuk ka mjetë të tjera me anë të cilat gazetari mund me ilustru, po e zonë një problem që për cilin është duke raportu, edhe të ketë jashtëzakonisht shumë kujdes në mbrojtjen e të dhënave dhe në përdorim i cili nuk krijon keq reprezentim të grupeve të ndryshme shoqërore. Pra, mund të themi që inteligjenca artificiale është një burim kredibil për gazetarët, apo jo, për prodhimin e përmbajtjes mediatike në përgjithësi? Fjala kredibil duhet të mirët me shumë kujdes, çka është kredibile dhe çka jo. Si tha dhe profesori dhe une në trajnimet të cilat i mbaj, gjithmonë janë nisi me atë se inteligjenca artificiale s'ka lidhje me inteligjencë. Ajo në fundit është një software tepër i komplikuar që kërkon matematik shumë të fortë mbrapa dhe që për dallim prej algoritmeve të zakonshme, ky e ka algoritmin përmes rrjeteve neuronale që e korrigjon vetveten dhe e kthen informatën derisa të vjen te minimumi i gabimit dhe prodhon. Po duhet ta kemi parasysh që inteligjenca artificiale në fakt mbështetet në 2 shtylla të fuqishme. Shtylla e parë është big data, apo shënimet të cilat mund të mbledhin dhe janë ushqim i inteligjencës artificiale, dhe shtylla e dytë është mësimi i maqinës, mënyra se si mëson maqina. Maqina në fakt kur të mëson krijon vetëm probabilitet. Ta zojmë i ka 1000 fotografi të qajdi unë elefantit të ndërtesës të anijes dhe mëson përmes mënyrave të ndryshme dhe kur t'i vjen 1001 ajo duhet me e dalu edhe me thonë 95% kjo është që kjo. Ndërsa inteligjenca artificiale, atër softveri merr vendime. Ato vendime kryesisht bazohen në data dhe që themi na aty në qofse shënimet janë të kompromitume, atëherë edhe maqina do të mëson në shënimet kompromitume edhe inteligjenca artificiale në fakt do të merr vendimet e kompromituara. Prandaj mendoj që sa herë që të flasim për inteligjencën artificiale duhet të kemi parasysh 3 shtylla të ndryshme. Pjesa e parë është te krijuesit e inteligjencës artificiale, te ata që programojnë, që duhet të jenë të vetëdijshëm për gabimet, për paragjykimet, për biases që ekzistojnë në mënyrë që me algoritme të tentojnë të korrigjojnë ato gabime dhe mos ta përcjellin më tutje. Në anën tjetër është ndikimi në shoqëri i inteligjencës artificiale. Ndikimi në shoqëri në të ardhmen e punës, ndikimi në gazetari, ndikimi në mjekësi, ndikimi në bujqësi, ndikimi në të gjithë shoqërinë. Dhe aty pjesë tepër e rëndësishme është regulativa, e cila duhet të mirret me inteligjencën artificiale. Dhe pjesa e tretë janë veglat e inteligjencës artificiale dhe aty mendoj që çdo njeri duhet të jetë i pregaditur dhe të mëson, a është ajo ChatGPT, a është Leonardo, a është Synthesis, apo tjera, se cili e mëson ato të cilat i nevojiten. Në anën tjetër isha ndalë të regulativa, se veç edhe ja nisëm me përmend regulativën. Sot, i vetmi akt i cili është aprovu
në botë është akti i inteligjencës artificiale i Bashkimit Evropian. Me një gusht ajo ka kalu të gjitha dhe sot është obligativ. Dhe ai akt në fakt i ka 4 nivele të sigurisë. Prej nivelit të parë i cili është filtrat e spamit apo chatbotat e tjera të cilat nuk kanë ndonjë ndikim të madh në jetën e njeriut, deri te niveli më i lartë i cili nuk lejohet pa ndonjë siguri tepër të madhe, çfarë është gjenetika, ndërhyrje në kodin gjenetik apo në gjëra tjera. Gazetaria vjen diku në mes të këtyre niveleve tjera. Prandaj mendoj që detyra jon është të gjithë, pasi po flasim për gazetarin, është që gazetarët të jenë të vetëdijshëm, edhe për aktin e EU-s për inteligjencën artificiale, po edhe për Digital Service Act. A duhet të ndryshoj diçka edhe në aspektin e arsimimit, pra të përfshihet edhe inteligjenca artificiale? Përditësimi i literaturave dhe i problemeve të reja, nëse flasim për Universitetin e Prishtinës, ma saktë për departamentin ku unë punoj, ne i përditësojmë vazhdimsi. Unë vetë mbaj një lanë që quhet çrregullimi informativ dhe po së vërteta, dhe në kuadër të saj tashmë kemi filluar me student viti 2 masterit që ti trajtojmë problemet e dezinformimit përmes gjenerimit të përmbajtjeve nga AI, qofshin ato përmbajtje në fotografi, përmbajtje audiovizuale ose vetëm video. Dhe kemi diskutu teknikat me anë të cilave mujnë gazetarët me identifiku ato çrregullime, ato lëshime që i bën është të quajtura inteligjencë artificiale gjatë gjenerimit të informacioneve dhe videove, fotografive në mënyrë që me pas më shumë vëmendje që të verifikohet. Sa i përket përgjithsisht inteligjencës artificiale, unë veç jam i njoftuar që edhe në 2 fakultetet tjera, Fakultetin e Shkencave Matematika Natyrore dhe po ashtu në Fakultetin FIEK, Fakultetin e Ingjenerisë Kompjuterike, vetë se mësohen këtë lëndë me vite dhe praktikohen modele të ndryshme ose trajnimi modelit quhet, është procedurë me anë të cilët mësohet maqina që përmeni ma herë zonja Saatqiu, me idenë që edhe studentët që dalin për Universitetin e Prishtinës jenë gatshëm edhe në këtë pikpamje. Sa i përket verifikimit, dosha vetëm të shtoj diçka që modelet e përdorimit të AI-t nga gazetarët edhe nga mediat, na i kemi edhe nga ato kompani mediale cilat janë jashtëzakonisht mëdha edhe shërbime publike bile, po e zonë Deutsche Welle, që është një shërbim gjerman i jashtëm i informacionit, a i përdor teknologjinë AI, mirë për përdor duke i vendosur 2 filter të ndryshëm. Filtri i parë, cilin e vendosë është kërkesa pa tjetër duhet të shkojë nga ana e krijuesit përmbajtjes që duhet jetë njeri, pra qoftë ai gazetar, producent, po zëm, ata e përdorin edhe për t'i zgjedh imazhet që dalin në sfond të në këtë ekranin këtu që e kemi. Ose kjo është pjesa e parë, dhe më thënë filtri i parë është që për zgjedhja kërkesa të bëhet nga ana një njeriu, qoftë ai producent, gazetar, varësisht nga çfarë kërkesë ka, dhe sërish outputi, dalja që jep ChatGPT-ja, jo vetë ChatGPT-ja, komplet inteligjencë artificiale, të verifikohet edhe njerë nga ana e një personi, mundësisht nga ana një gazetari i cili vetëse ka pyet ma herët për të njëjtën çështje. Kjo, si teknik, ndihmon që potenciali i gabimit gjatë transmetimit të lajmeve të zvoglohet dhe të mos përdoret kjo teknologji me qëllime të dëmshme ose me qëllime të shpërndarjes së dezinformatave. Po a kanë mundësi mediat në Kosovë të bëjnë këse ndryshime, temi kështu për mjë përshtat trendit dhe mundësisë dhe asaj se çka në tërsi ofron inteligjencë artificiale dhe çka duhet tjetër të bëjnë. Qoftë mediat, po nëse ka mundësi edhe shteti të ndryj, jo në aspekti medial e kuptohet, po me regulativa legjore. Regulativa, unë tashmë veç e përmenda këtë regulativën e Bashkimit Evropian, janë edhe regulativa tjera të cilat në fakt nuk janë obligative, çfarë është ky akti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo janë edhe disa akte tjera, janë rekomandimet prej
UNESCO-s edhe rekomandime tjera, po ky akt është akt obligativ dhe në atë akt në njërin prej këtyre niveleve pikrisht kërkohet intervenimi i personit, i qenjes njerëzore për të verifikuar se a është në rregull apo jo. Për të arsyetu këtë nevojë, do të shkoj përsëri në atë kvalitetin e shënimeve të cilat janë. Në çdo trajnim të cilën e mbaj, e theksoj patjetër ato gabimet, ato biases, ato paragjykimet të cilat ekzistojnë. Ti përmendi 2-3 vetëm si ilustrative për me pas atë idenë. Në ato big data, 85-90% shënimeve janë shënimet e burrave. Dhe çka do me thonë kjo? Në qoftë se maqina ushqehet edhe mëson prej atyre shënimeve, normal që do ta replikon gjendjen ekzistuese, plus duke pas parasysh fuqinë kompjuterike të cilën e ka, ajo mundet ta fuqizon edhe më tepër ato dallimet diskriminuese, po e përmendi vetëm gjinin, po kjo ka të bëj edhe me të gjitha informata tjera që përpunohen përmes maqinës. Në qoftë se çato shënime janë shënime me shumë paragjykime që ekzistojnë, atëherë krijuest e softverit duhet ta kenë parasysh edhe ta korrigjojnë. Kjo është edhe e sankcionuar në këtë aktin e EU-s për AI. E kjo aq më tepër ka të bëjë me gazetarin të cilët ushqehen me shënime, me big data, dhe në qoftë se ato big data përpunohen përmes maqinës, mësimit maqinës dhe inteligjencës artificiale, atëherë duhet të kihet parasysh a ka njerëz aty mbrapa, a janë ato shënime të pastra prej paragjykimeve në mënyrë që të mos vihet deri te një rezultat i keq. Kjo është ende në atë pjesën ku ne e mirë përdorim inteligjencën artificiale. Ende nuk him në këtë pjesën e damshme të AI, ku e fuqizon përmes imazheve që nuk mundesh mi dallua janë reale apo jo, mundet me kriju skandale, mundet me kriju lajme të rreshme të cilat në qoftë se me atë fuqinë e internetit, me fuqinë virale të cilën e ka, mundet me pas ndikime edhe në zgjedhje, mundet me pas ndikime në eliminimin e figurave, mundet me pas ndikime të ndryshme, të rrezikshme në qoftë se në rend të parë gazetarët, po në anën tjetër edhe të gjithë njerëzit të mos a kenë atë mendimin kritik edhe të analizojmë me thonë prit pak. Prit të analizojmë a është e vërtet ajo. Pra, profesori, bie që mund të vendosim një farë balanci mes rrezikut të përdorimit të inteligjencës artificiale dhe mundësive që i ofron padyshim. Se cila shpike njerëzore, në fakt, këto dy ani ka pas. Edhe zbulimi i rrotës, si zbulimi i zjarrit, po mund këtë qenë shërbim njeriut, edhe mund këtë qenë një zotërues i keq në rastin e zjarrit, njëjtën gjë edhe për inteligjencën artificiale. Sa i përket gatishmërisë Kosovës për me përdorë përgjithsisht edhe në rastin e mediave të Kosovës, inteligjencën artificiale, mendoj që është e rëndësishme me potencu një fakt që na nuk kemi shumë dhëna publike, me anë të cilave operojnë këto mekanizmat të AI-t për cilë po flasim, po e zonë, nëse do t'i keshim të mirë renditura, të pastra të dhënat, të cilat, po e zonë, çdo ditë Policia e Kosovës dërgon në prej mailat e gazetarëve, të dhënat për aksidentet, për numrin e aksidenteve, raporte 24 orë që njihet ndryshe. Një gazetari, duke e përdorë AI-n, kish mujtë që, po e zonë, nëse intereson sfondi i një ngjarje, ka ndodhur një aksident, po e zonë diku dhe dëshiron me ditë në çatë rrugë sa aksidente kanë qenë për disa vite, kjo mund të përdorej nëse këto dhëna do të ishin publike dhe do të ishin sistemu me mirë. Kjo kish me ndihmu një gazetari që me kriju një përmbajtje me një sfond që nënkupton kish me qenë më kuptim plot raportimi për një problem caktum këtë rast po zonë për një aksident ose për një rrugë në cilin ndodhin më shpesh aksidente. Aktualisht të dhëna duhen me u përpunu manualisht nëse kërkohen qoftë në Policitë Kosovës, qoftë nëse vetë gazetari hynë dhe i përpunon duhet me u përpunu manualisht, për shkak se mënyra e publikimit të këtyre dhënave nuk ka qenë e njëjtë dhe mund të prodhoj rezultat të gabum në rast se pyetet AI nga ona e gazetarit.
Ka shumë diskutime dhe ato qëfar profesione ka me zavendësu, a ka me zavendësu gazetarët, a ka me zavendësu prezentust. Çështja është kjo, sidomos në gazetarin praktike, në raportim, unë besoj që kësaj gjenerate që shohim ne të teknologjisë, nuk jepet mundësia që ta zavendësoj gazetarin, për faktin se gazetari është i pari në teren, i cili verifikon ngjarjet, lajmet ditore, edhe i publikon ato në sistemin online, në ekosistemin online, e pastaj ato të dhëna përdoren prej inteligjencës artificiale për mujt me shkru. Pra, gazetarët i bjen që të ma përpara se AI në këtë pikpamje, por mundet me pas ndryshime, po e zomë në lehtësimin e punës personave brenda redaksis, qoftë në shkrimin e lajmeve, në proceset tjera të punës që lidhen me montazhin, po e zomë se me punë të tjera që mund të kryhen më lehtë me ndihmën e AI-t në gazetari. Atëherë, profesor, faleminderit shumë që ishit në studio të Ekran Kosovës dhe biseduam konkretisht për inteligjencën artificiale. Faleminderit shumë për ftesën. Për një asatyr ishte kënaqësi, faleminderit shumë që ardhët. Faleminderit. Atëherë, në këtë edicion që ja kushtuam specifikisht e inteligjencës artificiale dhe ndikimit të saj, konsideroj që kemi dhënë jo pak informacione për ju, deri në edicionin tjetër, mirëmbëjtje.